Llogaritë që është kry, pastaj ai dokument fillestar ka shku vetëm me nënshkrimin tënd as s'ka bëj. Po. Por me Po sistemin mu desht me shku te ministrat e te jashtëm. ministrat e jashtëm. Po pastaj me sistemin edhe të hashimit është nënshku pe 5 vetëve, është nënshku pe rrugos, qosjes, hashimit, te edhe meje. Thash, mo, s'kam nevojë masi që ka vetun. Jo, tha, nënshkruaj edhe ti, edhe është dokumenti me 5 nënshkrime. Çaj dokument që është dakordu një ditë më herët. Që kryesorja ishte një arritje e madhe, dhe pse jo, po them, nga perspektiva sot me prapë po e përsëris, po se që s'bona mërzitshëm, po mduket që ka qenë mrekullish ka kemi bëni. Nga perspektiva sot. Atëherë ne kem qenë në presion të madh. Unë e di që qytetarët e Kosovës në këtë pjesë të Kosovës, po dhe ata më shumë në pjesën e luftës, kanë kërkuar sa më para paqe dhe sa më para një marrëveshje. Por kemi qenë shumë afër humbjes. Po, kemi qenë, domethënë, na ka ndonë një fije floku prej dështimit. Po mos ishte hilli, insistimi i tij që të caktoj ty si një referuesi, ti do të thotë me hanë për çka mirë, ku jeni ju? Thotë me siguri kishëm dështu. Mendoj që pastaj u bëm këtë bashkë që zotit edhe ti shkove, aty erdhën me të ndihmu me shkru këtë fjali, këtë komunikatën. Po, ku aty në fund sallës kujtohet si sot, u bën një farë rëmuja aty. U bën rëmuj se dugi, Gorani ishte mur me shkrujt. Po. E bënde Hashimi erdh prapë edhe donte me ndryshu diçka, e shtyrshin e bëshin, që dul një farë teksti. Po, Azemi, fund ta le të kryjnë ta djemt. Azemi, po. Po le të kryjnë ta djemt, që shumë morën vesh. Ishte interesant, domethënë, u kriju një lloj uniteti, me përjashtim të Hashimit. U kriju një lloj uniteti në UÇK, u kriju një domethënë, ajo që nuk pritej, një bashkëpunim i jashtëzakonshëm mes gjithë DK-s po ashtu. Edhe nuk kishte tensionet kësaj natyre. Për shembull, Azem Sylla erdhe dhe theu akullin prej fillimit, kur ju drejtu Rugova si president. Vinte aty në drek, se unë isha me Rugovën krejt kohën në drek, a i vinte në drek aty me neve, me hangër, me bisedu. Jo, dhe ka shumë fotografi si neve në kanë fotografu gjatë shëtitjeve në bërë të stilës, edhe gati asë njerës si jemi një kombinim. Gjithmonë ka se LDK me LDSH-n, me Rugovën, nëse Rugovën me diken të UÇK-s, jo, atmosfera ka qenë për jashtë 2-3 ditë e punit që ishte kuptueshme, se ne mritëm në zgrips të kohës edhe zdinim çka të bëjmë në fund të punit. Edhe mendoj, ndoshta kam gabim, po mos ishte ai faksi që na erdhë në delegacionin tonë për ndryshimet e strukturës komanduese të UÇK-s dhe për delegjitimimin e delegacionit UÇK-s për me pranu ose me refuzu marrëveshjen, ne do ta pranojmë marrëveshjen edhe në Rambojë. Jam i sigurt. Pastaj ka ndodhur epizodi i Ljubljanës, jo vetëm midis Hashim Thaqit edhe Adem Demaçit, po edhe midis zonës Ollbajt dhe Adem Demaçit. Ka qenë një biseda më e pakëndshme në histori të zonës Ollbajt, që ky me atë insistimin e tij Baci këm gulës kokfor që kjo është marrëveshje keqe dhe ne do të vazhdojmë. Do të vazhdojmë luftën. Së është bisedu prej zyrës të Ramadan dhe do të gaboj në Ljubljanë. Pse ai insistimi, domethënë ne kemi njoft Adem Demaçin prej momentit kur është ndryshu prej Burgut, kemi pas komunikim intenziv me të. Ka qenë jashtëzakonisht konstruktiv një periudhë shumë gjatë. U pat kthy prej Shqipënisë, ka për herë të parë pat shku në Shqipëni, Sali Berisha ja jep një vetur, se fillon të mbaj fjalim Baca Adem aty, që thot, po ta jep veturën, shko disa ditë në për Shqipëni, kur të kthehesh, bisedojmë. Edhe kur të kthehet, ma ka tërgu edhe ai Baca Adem edhe Sali Berisha, kur kthehet prej turit, thot, vaj halli çka kum pa. Edhe e ndryshon edhe pikpamja e tij. Mas kësaj vizitë, mas vizitave, ka qenë një njeri i cili shkon New York e mëson anglishtën për 2-3 muaj, më duket. Po, ka pas një vullnet jashtëzakonshëm, ai thoshte për moshën e vet. Do thotë kur ka dalë pe Burgut, ka hequr ato 36, po ai hiqte minus 28. Nuk i kam kaq vjet, po i hiqte 28 vjet. Ka pas një vullnet, ka pas një pasion, ka pas një mungesë
çuditshme për ne, për gjeneratën tonë, të interesimit për politikë, për me qenë ai vetë pjesë e lëvizjes politike. Do thotë, ne gjithë kemi pritur, siç e përmendëm në emision, që ai do të jetë në balë të lëvizjes paçore, sepse ka qenë një farë legjendë e gjallë objektivisht. Ai hoqi dorë. Tash një 4-5 vjet nuk u mor fare me politikë. Shkonte në shumë vende, merrte përvojë, mbati fjalime, pas marrë dhe çmimin Saharov. Ka qenë një çmim i jashtëzakonshëm për i merituar gjithsesi. Edhe në Demashin, po Demashi me Saharov ishte pra një arritje e madhe. Po ishte një oscilim i madh, ai doli me Ballkanin, me Ballkanin, ishte edhe i thari Republikës Tretë në një moment. Po. Ishte e ka pas një fjalë shpesh, pasadem poshtë përpjet, domethënë fatkeqësisht edhe ai nisi me u sjell poshtë përpjet. Herë shkonte në një drejtim, herë shkonte në drejtimin tjetër. Megjithëse respekti i shumë prej nesh mbeti për atimin, por nuk e kuptoj momentumin e luftës. Po më duket, e thash edhe herën e kaluar, ai mendoti që brezi i ri i njerëzve të ÇK-s e adhurojnë, e kanë lidhur dhe nuk do të lënë gjë pa bë për ta bërë ata shef politik të ÇK-s. Ata nuk e bën shef politik të ÇK-s, e marrën vetë obligimin. Ai nuk vendosi marrën Ramboje, nuk dua ta keq përdor emrin, po mesin e atyre ish burgosën politik që kanë qenë në Ramboje, unë e pa ta ndëgju, në atë kohë që po të ishte pasadem këtu kishte planuar diçka më pak se mirë. Ka pas thjesht ka qenë një çështje konkurrencës midis brenda brezit edhe me burgosën politik edhe me të tjerët. Në këtë kontekst ta zëmë Recep Çoçja ka luajtur një rol mas të madh pozitiv, edhe para shkumjes, edhe gjatë konferencës, sepse ai thoshte me të drejtë, ne kemi thirrë gjithmonë që të kemi konferencë për Kosovën, e tash mos më shkon konferencë pasore për Kosovën, do të ishte absurd, sepse ajo mbaj për herë të parë mbaj konferencë pasore vetëm për Kosovën.